kem shku aty dhe kem dhënë mbështetjen tonë të pakursyer për kandidat konsensual që kem besu se do derivoj nga familja e Shorit dhe kem besu thellësisht se është nder për Kosovën, është nder për shtetin tonë. Ka qenë i propozuar tavolinë nga zotëri Kurti, ndërsa ka qenë mbështetën tërësisht pa asnjë rezervë, pa asnjë hezitim nga ana jonë, sepse kem besu se është nder për institucionet e Kosovës, për shoqërinë tonë që veni ta ketë president një profil të respektuar për një familje shumë të vlefshme, shumë të madhe, me shumë kontribute, siç është familja e lavdishme e Shorit, familja e komandantit legjendor Adem Shori. Dhe pasi që kjo temë veç është mbyll, ne kemi vazhduar përsëri takimet konstruktive me zotëri Kurtin, mirë po në mënyrë që të mbrohet demokracia, në mënyrë që të ketë vazhdimsi dhe diverzitet institucional, duke pasur parasysh se gjitha institucionet tjera, edhe kryeministria, edhe ministrit, edhe kryetori i kuvendit është prej lëvizjes së vendosjes, ne kemi kërkuar që presidenti të jetë nga kampi opozitor, përkatësisht të propozohet nga Partia Demokratike e Kosovës. Nuk kem thonë se duhet patjetër të jetë dikush me flamur partijak. Do të thotë nuk ka qenë absolutisht kërkesa juaj që të jetë me flamur partijak. Jo, nuk ka qenë kollë. Sepse një gjë e tillë është nga Kurti që është kërkuar me patjetër nga. Është thonë një e pavërtet, një e pasakt nga ana e tij, po ka edhe komunikime me shkrem, ka edhe deklarata publike që kem kërkuar që presidenti të propozohet nga Partia Demokratike e Kosovës, fillimisht të pajtohemi për procesin, pra që të propozohet edhe kandidati edhe kundërkandidati. Pse edhe kandidati edhe kundërkandidati? Kërkohen dy edhe kandidat edhe kundërkandidat për procesin në mënyrë që të ketë mundësi të zgjedhet presidenti. Po përveç zotërit Murati, a ka pasur ndonjë emër tjetër në diskutimin mes Hamzit dhe Kurtit që është diskutuar? Për temën e kandidatit konsensual, në momentin që familja e Shorit nuk e ka vlerësuar të arsyeshme, është mbyll si temë dhe kem kaluar mandej tek pjesa që kem ofruar përveç si ofertë që të jetë propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës edhe kandidati edhe kundërkandidati, ne nuk kemi përjashtuar mundësinë e një marrëveshje politike gjithëpërfshirëse, pra edhe me Lidhjen Demokratike edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, gjë që nuk është shfaqur vullnet e qëllim i kryetorit dhe vendosjes përkatësisht zotërit Kurtit.